Momente dramatike kanë edhe mundësitë për të dalë nga trauma. Në fushën e trashëgimisë e dëshmon përmbytja e Firences nëntorin e 1966-s. Kryqëzimi i Çimabues ishte simboli i tragjedisë. Të dhënat kërkimore për ruajtjen e veprave të artit që u mblodhën në 10 vjet pas ngjarjes ishin baza që i bën Firencen kryeqendrën e restaurimit. Lindi kështu më 1976 në Pallatin Spinelli, Instituti i Artit dhe Restaurimit. Përvoja e Spinelit mendoi të mbjellë diçka me të quajturin Misioni Shqipëria, që zëfillte në shkrimin e marrëveshjes midis Ministrisë së Kulturës, Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare për Tiranën dhe Pallatit Spinelli. Është një punë rreth 16 vjeçare për ta sjellë përsëri Palazzo Spinellin për të firmosur këtë lloj akordi, sepse siç u thash, pas vitit 97, të gjitha projektet që ishin bërë me Palazzo Spinellin ranë në zero. Dhe shteti shqiptar pati një humbje prej disa miliona eurosh. Questo passo è importantissimo perché Ky hap është i rëndësishëm sepse krijon një bazë në terren. Ideja jonë është që të krijojmë një plan veprimi të shtrirë në vite. Filloi me forumin e specialistëve për të pasur një rrjet shqiptar që të punojë në terren dhe që na rezulton shumë i pasur. Trashëgimia shqiptare ka shumë për të ofruar, por restaurimi s'është as pak në gjërat e lehta të kësaj bote. Bashkëpunimi ynë do të përqendrohet në 3 pika kyçe: restaurim, konservim dhe sidomos administrim të mirë të trashëgimisë kulturore. Pjesë e marrëveshjes për Misionin Shqipëria është konsorciumi për zhvillim dhe promocion nga Bologna, që përfaqësohet nga Federico Federici. Bashkëpunimi me Pallatin Spinelli sjell mbështetje për artet, artizanatet, digitalizimin e restaurimin. Aty kanë marrë tani më një përvojë specialistët e laboratorit të restaurimit në Institutin e Monumenteve të Kulturës. Është nga institucionet më të njohura në nivel botëror dhe si i tillë ka një eksperiencë shumë të madhe në këtë fushë. Ne kemi pasur fatin, unë bashkë me disa kolegë të tjerë nga Instituti Monumenteve, kemi pasur fatin të specializohemi për disa muajsh në pranë këtij institucioni, të cilët kanë hapur dyert dhe kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë edhe në vitin 2006 nëpërmjet një projekti të përbashkët Instituti Monumenteve me Palazzo Spinellin. Pritet specializim i stafeve, plus ndërhyrje në të gjithë monumentet e kulturës, të cilat janë problematike në vendin tonë, dhe mbi të gjitha me një suport të jashtëzakonshëm nga Palazzi Spinelli. Strukturat e trashëgimisë në qendër dhe rrethe mund të paraqesin ide dhe kërkesa për nevoja restaurimi, mirëmbajtjeje apo administrimit të monumenteve të kulturës për të përfshirë në Misionin Shqipëria.